Punonësit e administratës së bashkisë Klos kanë protestuar për rreth 2 orë përpara godinës së bashkisë kundër vendimit të qeverisë për bashkimin e bashkisë Klos me Bashkinë Mat me qendër në Burrel. Protestuesit shprehin se nëse kjo bashki do të shkrihet dhe do të bashkohet me Bashkinë Mat, qytetarët e Klosit nuk do të marrin shërbimet e nevojshme dhe do të ketë më shumë vështirësi për të zgjidhur problematikat e tyre. Protestuesit deklarojnë se në rast se vendimi do të miratohet dhe bashkia Klos do të bashkohet me Bashkinë Mat, ata do të bojkotojnë zgjedhjet vendore të vitit 2027, duke mos marrë pjesë në votime për asnjë forcë politike. Nuk jemi mbledhur thjesht për të diskutuar një ndryshim administrativ. Jemi mbledhur për të mbrojtur identitetin, përfaqësimin dhe të ardhmen e bashkisë Klos. Klosi nuk është thjesht një territor në hartë. Ai është një bashkësi me histori, tradita, kulturë dhe nevoja të veçanta. Bashkia Klos përbëhet nga 4 njësi administrative: Klos, Gur, Suç dhe Xibër, me një shtirje të konsiderueshme territoriale dhe karakteristike të veçantë gjeografike e sociale. Bashkimi me Burrelin nuk garanton automatikisht më shumë zhvillimin. Në punësit dhe qytetarët e Klosit kanë tepër të drejtë. Klosi është një zonë në zhvillim, sidomos me hapjen e rrugës Harbrit. Bashkia Klos duhet të funksionojë, me që dhe parametrat e bashkisë janë në rritje. Kam frikë se me mbylljen e bashkisë do të bijë dhe institucione të tjera si arsimi, do të popullohet vendi, s'do ketë më fëmijë këtej, nuk di, do jetë më keq. Ndoshta për ata që e kanë mënu për më mirë, po ne nuk kemi fare shpresë, sidomos të rritë për tjetu këtu. Faleminderit. Jemi kundra bashkimit bashkisë Klos me Bashkinë e Burrelit. Unë ka qenë 92 që punoj këtu. Jam shumë e kënaqur me gjithë arritjet që ka Bashkia e Klosit. Prandaj u bëj thirrje gjithë dhe i bëj thirrje deputetit zonës që t'i prij para komunitetit Klosit edhe të krijë zërin në parlament për kundërshtimin e këtij vendimi që kanë marrë. Se votat nga ky popull i mori dhe t'u prej para. Përshëndetje, pa diskutim jemi të gjithë në mbështetje të komunitetit klosian. Unë si banore kësaj bashkie, si punojëse kësaj administrate, në mënyrë kategorike shpreh qëndrimin tim kundra bashkimit të bashkisë Klos me Bashkinë e Burrelit, për të bërë një bashki e madhe si ajo e Matit. Vendimet të tilla në këtë fazë janë vendime të cilat akoma nuk kanë marrë fuqinë ligjore, janë propozime, por në çdo fazë unë personalisht dhe familja ime shprehim qëndrimin kundër këtij bashkimi. Bashkia Klos mendoj që duhet jetë edhe të qëndrojë një bashkim vete, i plotson të gjithë komponentët për të qenë një bashki e tillë. Kështu që mendoj që të gjithë këto punonjës të cilët sot janë këtu dhe që në shenjë solidarizimi kemi mbështetur njëri tjetrin sot për të bojkotuar punën, vazhdojmë të themi që jemi kundra këtij propozimi dhe shkrirjes së bashkisë së Klosit. Faleminderit. Përshëndetje, jemi kundra bashkimit të bashkisë së Klosit me Bashkinë e Matit, pasi nuk na lidh as afiniteti me shërbimin ndaj qytetarëve. Bëjmë thirrje të gjithë instancave shtetërore që ta marrin parasysh protestën tonë në solidariteti për mos bashkimin e bashkisë Klosit me Bashkinë e Burrelit. Unë jam kundër kësaj projekti që kanë bërë këta për nderjen e bashkive, për bashkimin e bashkive, ma mirë ata që me Tiranën, sepse nëse të bëjë pjesë fare në votimet, kjo që këta na bashkojnë me Burrelin. Nuk kemi asnjë livërdim me Burrelin, Jezusi ka më të mira bashkia e Klosit, edhe gjithë ta njerëzit që dalin në reformë, i ka pas këtë të ardha këtu në qytet të Klosit. Tani kjo shkurtohet, dihet ajo se atë, kjo leje që bën dy parti të bashkë. Unë këtë ata deputetë e PD-s që nuk merr pjesë protestën në Klos për mos u bashkuar me Burrelin. Kundra që të largohet bashkia e Klosit, që të bashkohet me Bashkinë e Burrelit, se ne shqyqysh Zotit që drejtuam pak këtë Bashkinë e Klosit, mu drejtu mori frym kjo bashki, edhe sot të largohet, për mua është një humbje shumë e madhe për qytetin e Bashkisë Klosit. Unë kam mendimin që dikush do të folin atjesi për që të mbahet bashkia e Klosit, për gjithsesi ne nuk do të ndalemi nga kjo protestë, do jemi në vazhdim. Ju falenderoj për fjalën që më dhe, por unë çuditem nga gjithë ky popull këtu, që janë të gjithë frikacar, që u shkelet e drejtë e vet dhe nuk kërkojnë drejtën e vet, më mirë ja bën Roma që e shem, se këta janë të marruar, janë frikacar kërët dhe ka prej biletën e varrimit, domethënë mas 8 muaj, edhe të gjithë janë frikacar, kanë frikë me kërku drejtën e vet. Unë çuditem, më mirë na e bën Roma ne. U bë rruga Arbrit, tani na shkojmë prapë ka Shopeti. Shpungimi nga Shopeti, me 3.000 lekë vjetra, unë shkojmë në Tiranë, jo të shkojmë Burrel, paguaj taksat. Kjo e hallet e mia.
Parën e i bojësire të gjithëve, sigurimi të gjithë protestë në Tiranë, me gjithë protestuesit të bashkove ti në Flambingëve gjithë të Roma, dhe na, jo për na shkelë me kam, bizneset janë një të marume. Janë rreth 150-200 milion lek të ardhura, që na i merë, sa ka shkojnë nuk dihet. Pa më kupto. Pas qëndrimit për rreth 2 orë përpara godinës së bashkisë, protestuesit kanë marshuar në për rrugët e qytetit të Klosit. Jemi mbledhur për të mbrojtur identitetin.